Përshëndetje miq, sot po ju sjell një recetë mjaft të thjeshtë dhe të shëndetshme. Karçof të mbushur sipas mënyrës italiane. Siç e shikoni, un kam zgjedhur 4 karçof, goxha të mëdhenj dhe filloj punën me pastrimin. Pjesa e pastrimit faktikisht është edhe pjesa më e gjatë dhe më e sikletshme e gjithë përgatitjes së kësaj recete. Si fillim, presim ekstremitetin e bishtit të karçofit, si dhe largojmë 2 deri në 3 radhë nga gjethet e jashtme, të cilat janë shumë të forta dhe sado t'i gatuani, ato nuk zbuten. Gjethet e tjera sigurohemi që t'ju presim gjëmbin dhe pastaj fillojmë me thik, thjesht i presim drejt pjesën e mbetur të gjethet, pjesën më të brendshme. Me anë të një luge, siç e pat, pastrova pjesën e brendshme të karçofit, atë pjesën që është si me fije të vogla, dhe në çdo prerje, në çdo vend ku kam bërë prerje, sigurohem që të kem lyer dhe me limon në mënyrë që karçofi të mos nxihet. I fus në një tenxhere, dhe shikoni kam futur në një tenxhere ku të gjitha kanë ndonjur shumë afër me njëra tjetrën në mënyrë që gjatë zgjerrjes mos lëvizin. I mbushim me ujë dhe i vëm për të zier në ujë me krip për rreth 30 minuta. Gjatë kësaj kohe kam përgatitur mbushjen, që është peksi i madhe, rreth 150 gram, hudhër 2 thelpinj të grira, majdanoz 2 lugë gjelle, krip piper dhe vaj ulliri. I kam hedhur dhe pak parmigiano për ta aromatizuar dhe për t'i dhënë shije më të mirë. Pasi karçofët janë zier, filloj i mbush një nga një me këtë masën me bukë të grirë që kam përgatitur. Sigurohem që të ketë nga masa e bukës brenda çdo gjetheje. Më pas i sistemoj të gjithë karçofët në tavë, i spërkas pak me vaj ulliri, i ngri pak parmigiano sipër, kjo është në dëshirën tuaj gjithmonë, dhe më pas i pjek në furr, fillimisht me letër alumini për 30 minuta dhe më pas 10 minuta pas